Bien rreshjet e para të borës për këtë vit në qarkun e Korçës. Në lartësitë mbi 1000 metër që prej natës së mbrëmshme ka nisur rreshjet e borës, të cilat kanë rënë me intensitet mesatar në zonën e Dardhës, ku aktualisht ka mbi 15 cm borë. Rreshje ka pasur edhe në qafën e Qarit, në Vidhkuq e Voskopoj, por në këto zona nuk ka më shumë se 5 cm borë. E vështirë paraqitet situata në rrugën e Panaritit, e cila është e bllokuar për shkak se e bora në majtën mashkullorës ka arritur në 30 deri në 50 cm. Prej orëve para të mëngjesit, në teren janë mjetet borë pastruese të firmave të kontraktuara për mirëmbajtjen dimërore, të cilat kanë kryer pastrimin dhe kriposjen e akseve për të siguruar qarkullimin normal të mjeteve. Aktualisht vazhdojnë rreshjet e borës në Dardhën Vospoj, tërësia në Vospoj është 5 cm, ndërsa në Dardhë arrin deri në 15 cm. Është bërë pastrimi, është bërë kriposja, nuk kemi probleme. Pjesë e Qarit është i pastruar, të gjitha akset janë në të qarkullueshme normal. Në të gjithë qarkun e Korçës janë 27 mjete borë pastruese, ndërsa vetëm në rrugën e Dardhës punojnë 3 të tilla. Kjo diel ka pasur një fluks të lartë të vizitorëve në këtë zonë, të cilët kanë shfrytzuar borën për të kaluar një ditë ndryshe. Jemi nga Elbasani, kemi ardhur me familjen për një drekë në Dardhë. Dini fakt që do binte edhe borë, prandaj erdhëm. Kishte edhe borë pastruese, është e kalueshme shumë mirë. Vim nga qyteti i bukur i Ersekës, kemi ardhur për të borën e bukur që ka mbuluar malet, dhe shpresojmë të kalojmë shumë bukur, të shijojmë Dardhën, pistën, gjithçka. Rruga ishte shumë e mirë, punimet vazhdojnë, borë pastrueset po, gjithçka okay. Autoritetet këshillojnë drejtuesit e mjeteve që të jenë të pajisur me goma dimërore për të mos hasur probleme gjatë qarkullimit në akset malore të qarkut të Korçës. Kjo situatë e ditës së sotme ka sjellë edhe probleme me energjinë elektrike në fshatrat e njësisë administrative Vidhkuq në Korçë, ndërsa mësohet se grupet e OSHE-s janë në teren për të riparuar defektet.